Shikues të nderuar, mirë mbrëma. Debati i nxehtë është zhvilluar në interpelancë ndaj kryeministrit Isa Mustafa për kodin e ri telefonik +383. Derisa kryeministri Isa Mustafa ka thënë se me kodin e ri telefonik po forcohet sovraniteti i Kosovës edhe në aspektin e telekomunikacionit, opozita është e bindur se me anë të kësaj marrëveshje po cenohet sovraniteti i vendit. Opozita po ashtu ka kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Isa Mustafa. Derisa në Bruksel po vazhdojnë bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë për kodin e ri telefonik të Kosovës, kryeministri Isa Mustafa u përball me pyetje të shumta të deputetëve, pasi u ftua në interpelancë nga kryetari i vetëvendosjes Visar Ymeri. Ymeri tha se qeveria duhet të heqë dorë nga marrëveshja për kodin telefonik, pasi sipas tij Serbia me këtë marrëveshje po bëhet pronare e këtij kodi. Me marrëveshjen me Serbinë, kësaj të fundit i njihet kompetenca në qeverisjen me sektorin e telekomunikimit në Kosovë. Te kodet kemi aplikuesin, titullarin, pronarin dhe shfrytzuesin. Aplikuesi në këtë rast është Austria, shfrytzuesi është Kosova, ndërkohë që titullari, pronari mbetet Serbia. Serbia përdor një autoritet të tillë që ta ndiktoj politikën e telekomunikacionit, funksionet regulative dhe operacionale në sektorin e telekomunikacionit të Republikës së Kosovës. Por u kundërpërgjigj kryeministri Isa Mustafa, theksoi se Kosova është pronare e kodit të ri telefonik +383. Ne do të jemi pronare këtij kodi telefonik, ne do të administrojmë këtë kod telefonik, serveri do të jetë në Kosovë, dhe Telekomi i Kosovës lidhet direkt me botën. Kondi ndërkombëtar telefonik i Kosovës ka rëndësi të madhe shtetërore, sepse jep Kosovës sovranitet ndërkombëtar në sektorin e telekomunikacionit, duke u dhënë fund 3 kodeve ekzistuese, 377, 386 dhe 381. Shuhen gjithë operatorët ilegal telefonisë mobile fikse të Serbisë në Kosovë. Përfitimet ekonomike janë të mëdha, pasi që operatorët në radhë të parë nuk do të jenë detyruar të paguajnë kostot larta financiare, kostot e përgjithshme të shkaktuara deri më tani nga mungesa e kodit telefonik arrin shifrën prej mbi 200 milion euro. Kundër marrëveshjes me Serbinë për kodin telefonik të Kosovës u deklaruan edhe përfaqësuesit e tjerë të opozitës. Ka qenë mundur që drejt për së drejti ne të aplikojmë prantarësim në ITU, por nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Arsyeja pse nuk e kanë bërë një gjë të tillë është se në negociata me Serbinë në fakt e kanë maskuar zgjerimin e operatorit të Serbisë në Kosovë. Pse diskutohet atëherë në Bruksel për pasuritë e Kosovës? Pse atëherë i jepet në shfrytëzim e tërë infrastruktura e Kosovës për telekomunikim? Marrëveshja e fundit në Bruksel me kurzimin nga pala serbe rëndon dhe cënon rend sovranitetin e shtetit në segmentin ekonomik, politik dhe atë të sigurisë kombëtare. Akuzave të opozitës ju përgjigj sërish kryeministri Isa Mustafa. Mirë do të ishte të na kishin pranuar që ne të aplikojmë, por nuk na kanë pranuar që ne të aplikojmë, por zgjidhjen e kemi gjetë që për Kosovën të aplikojë Austria. Është angazhuar që në bashkëpunim me Shqipërinë të realizoj rezolutën e Kuvendit Kosovës për të marrë kodin e përbashkët me Shqipërinë 355. Mirë po, pas angazhimeve të shumta të qeverisë Shqipërisë që të arrihet ky qëllim, i juaj nuk e ka miratuar një kërkesë të tillë. Tha nuk na kanë pranuar të aplikojmë. Po presim më na pranu me apliku që me apliku për më na pranu. Si kjo është kryeministri Mustafa tërhiqet. U tërheq për demarkacionin, u tërheq më herët për ligjin për Trepçën, u tërheq tash për këto licencat e Nvidia e kështu me radhë, po duhet mi bëhet gjitha këto tërheqje të mëdha për mos me bëhet një tërheqje të vogël, tërheqjen e tij. Në fund të debatit, kryetari i vetëvendosjes Visar Ymeri propozoi votimin e rezolutës, përmes së cilës Kosova duhet të marrë kodin aktual të Shqipërisë +355, por kjo rezolutë nuk u votua në mungesë të kuorumit. Kryeministri Isa Mustafa u paraqit para deputetëve të Kuvendit të Kosovës në interpelancë dhe për situatën politike në veri të vendit, derisa Mustafa qeverisë së tij i atribuoi merita të shumta për përmirësimin e gjendjes në veri, opozita adresoi kritika të ashpra duke vlerësuar se shteti është plotësisht jo funksional në veri të vendit. Kronika është në përgatitje sipër dhe do ta transmetojmë sapo të jetë e gatshme. Ndërkohë vazhdojmë me informacione të tjera që ndërlidhen po ashtu me debatin brenda Kuvendit të Kosovës. Ligji
për Trepçën hyn në fuqi me 2 nëntor, kështu është zëtuar kryeministri Isa Mustafa në seancën e sotme të kuvendit. Kjo çështje ka nxitur debat të nxehtë midis tij dhe deputetit të vetëvendosjes Visar Ymerit. Debat ka pasur edhe ndërmjet deputetëve dhe ministrit e Brendshëm Skënder Hyjseni për targat e automjeteve. Janë ngritur edhe një sër çështjesh të tjera aktuale. Çështja e gigantit metalurgjik Trepça zgjoi debat të nxehtë në kuvend. I pari që e ngriti këtë temë ishte deputeti Raif Qela, duke kërkuar sqarim nga kryeministri Isa Mustafa. Jeni zotuar se do ta procedoni në kuvend në afatin e parapor ligjin mbi Trepçën. Këtë zotim nuk e keni përmbushur akoma. Kur do ta procedoni në kuvend ligjin mbi Trepçën? Ligji do të procedohet në kuvend në mënyrë që ne të arrijmë gjitha afatet. E domosdoshme që ligji të aprovohet dhe të nënshkruhet në afatet cilat nuk e rrezikojnë asnjë moment Trepçë. Por u kërkua të dihet saktë se kur do të hyjë në fuqi ligji për Trepçën. Do të jetë në fuqi në ndërmjetëdor, prandaj ne dhe konsultuar me kryetarin e kuvendit, me sekretarin dhe kemi të studiuar të agendën në mënyrë se mos të rrezikojmë që me 2 nëntor Trepça do të ligji për Trepçën mos jetë nënshkruar. Në debatin e nxehtë lidhur me Trepçën u inkuadrua dhe kreu i vetëvendosjes Visar Ymeri. A do të bëhet Trepçja ndërmarrje publike siç ishte ideja në janar të vitit 2015? Pa të se çfarë do të përmbaj ligji, ju do ta merrni vesh në procedurën kur ta bëjmë ligjin në kuvend. Do unë jam i detyruar që ta shpjegoj ligjin para se me ardhë në kuvend. Pasoi përplasja mes Ymerit dhe Mustafës në momentin kur kreu i vetëvendosjes i tha kryeministrit se në rastin e Trepçës qeveria është ndikuar nga Serbia. Rregulloria e kuvendit thotë që spaku ose ka afat 2 muaj për të trajtuar një ligj ashtu siç e do rendi. Ndërkohë që na kemi vetëm 1 muaj, siç thatë ju, pra që ligjit hyn fuqi para 2 nëntorit, atëherë kemi më pak se 1 muaj që ta trajtojmë kuvend. Në anën tjetër, është e vërtetë që ne nuk kemi marrë pjesë fare në votim, sepse ne kemi mbrojtur një ide që e mbronte i tërë spektri politik 30 më herët atë botë kur është miratu ligji që Trepça shndrohet në ndërmarrje publike. Ndërkohë që jo në fakt keni ikë nga kjo ide për shkak të trysnisë nga qeveria e Serbisë. Pre e trysnisë nga qeveria e Serbisë siç keni ra jo. Kjo është e vërteta për atë ditë dhe atë seancë. Qeveria nuk e ka kompleksin e qeverisë Serbisë atë që e keni ju. Prandaj mbet kompleks jetoni ju dhe jo ne, sepse ne në asnjë rast ligjet tona nuk i vëmë karshi me disponimin edhe vendimet e qeverisë Serbisë. Debat dhe sqarim deputetët kërkuan edhe nga ministri i punëve të brendshme Skënder Hyjseni për targat e automjeteve të Republikës së Kosovës në veri. Deri kur do të lëvizin makina pa targa në veriun e Mitrovicës? Do të doja shumë të jap përgjigjen e saktë, mirë po. Edhe ti që e bane pyetjen e di që s'ka përgjigje të sakt, edhe unë e di që s'ka përgjigje të sakt. Qeveria e Republikës të Kosovës është duke i bërë gjitha përpjekjet në dialog me Republikën e Serbisë për normalizim të marrëdhënieve. Deputeti Nismë Zafir Berisha me tone të ashpra kërkoi shpjegim nga ministri Hyjseni për targat prej letre. Ai madje adresoi edhe akuza. Problemi është se unë, zoti minister, po dyshoj se grupet parapolitike të krimit organizuar nuk po merren vesh kush me fitu të nderin. A je të dyshu edhe ti si unë? Asnjëherë nuk do ta marr rolin as të prokurorit, as të gjykatësit. Ajo që ju siguroj unë ju këtu, ajo marrëveshje nuk ka arrit asnjëherë në tavolinën time për nënshkrim. Dhe asnjëherë, për asa di, nuk do të nënshkruaj diçka që është e dyshim. Por deputeti i vetëvendosjes Glau Konjuvca kritikoi ministrin Hyjseni dhe kryeministrin Mustafa, që në heshtje e kaluan arrestimin e komandantit të policisë së Kosovës në Mitrovicë. Unë prita bile prej tyre që përpara deklarimit të pikave jashtrendit të ditës, të deklarohet qoftë kryeministri, qoftë ministri i punëve të brendshme, për këtë normalizim kaq të shkëlqyshëm të marrëdhënieve që e pas kemi me Serbinë, e cila na i kthen neve këtë mirësi dhe këtë dashamirësi të kryeministrit dhe të qeverisë tonë me arrestime të autoriteteve më të larta të policisë të Kosovës dhe me çfarë akt akuzase, me akt akuza për terrorizëm, vetëm pse kanë qenë pjesëtar
të ushtrisë qërimtare të Kosovës. Konjufca e riaktualizoi edhe çështjen e kishës ortodokse në oborrin e Universitetit të Prishtinës. Me sytë e mi, e kam parë një dokument shumë të rëndësishëm, të cilin e posedon Shukri Aliu. Shukri Aliu ka qenë edhe dëshmitar në gjyqin e Hagës, dhe ky dokument është thirrje zyrtare, pra dokumenti është origjinal, po flas për dokument origjinal. Është thirrje zyrtare që kisha ortodokse serbe ja bënte për mobilizim në luftë të gjithë të rinjve, ndërsa deputetja e Partisë së Drejtësisë Labino Demi Murtezi kërkoi nga organet e drejtësisë të përshpejtojnë procedurat lidhur me pezullimin e punës së disa OJQ-ve në ndyshimin për nxitje të ekstremizmit fetar. Ftoi organet e drejtësisë që të përshpejtojnë punën e tyre dhe të bëjnë publike veprimet përkatëse për gjitha OJQ-t një nga një. Në këtë seancë me kërkesë të shefit të grupit parlamentar të LDK-s, Ismet Beqiri, u tërhoq nga rendi ditës votimi i projektligjit për investime strategjike dhe shqyrtimi licencës për kompaninë e generalit amerikan Wesley Clark. E të aleancës më të mëdhe. Sot seancë kishte edhe Kuvendi Komunal i Prishtinës, ku pas debatit 4 orësh u miratua buxheti për vitin 2017, i cili do të jetë mbi 62 milion euro. Por buxheti nuk ishte çështja e vetme që ngjalli debat të nxehtë në këtë mbledhje. Në mbledhjen e Kuvendit Komunal të Prishtinës, u bë betimi antarit të ri të këtij kuvendi Fisnik Osmani në vend të Sami Hamitit. Në këtë mbledhje, Ibrahim Mehmeti kërkoi që pika e 11, raportimi i komisioneve të aksionarëve të ndërmarrjes publike, të kalojë një ndër pikat e para për diskutim. Situata që atje edhe policia e krimeve ekonomike edhe gjëra të tjera kanë filluar të hetojnë ndërmarrje, mendoj që ne duhet të diskutojmë. Dhe ta fusim në si pikë parë randit. Por ky propozim mori për krajën e vetëvendosjes, por jo edhe të LDK-s e PDK-s, të cilët vlerësuan se kjo po bëhet për të bllokuar punën e kuvendit. Është absurde të thuhet që ka diçka pikë më të rëndësishme se sa buxheti për kuvendin komunal, dhe propozimet e tilla nuk mund të thuhen ndryshe përpos përpjekje për të prish mbledhjen dhe për çu asamblen në zgjedhje. S'ka problem, shkojmë edhe në zgjedhje. Se kjo pikë që kërkohet, citet e tendencioze. Pas diskutimeve dhe hedhjes në votim, kjo pikë nuk kaloi pasi që nuk ishin votat e mjaftueshme. Në diskutimin për buxhetin e komunës, asamblejistët dhanë vërejtje të ndryshme. U vlerësua se buxheti për fushën e kulturës është simbolik. U tha se në këtë buxhet nuk janë përfshirë investime kapitale në këtë fushë. Është mirë që s'paku të përbit, ta kemi një stabilitet të mundshëm të zhvillimit edhe financiar. Dhe ky buxhet ma ka shumë parafrome të ajo që themi ne partnerën në tokë, sepse Kranzoni për vitin 2016 në parapajnë të virave të nave 30 milion të ashtë parashtia 24 milion. Dhe që ky buxhet edhe si përtujse edhe si buxhetet tjera, po s'ka për buxhetet tjera ka pas disa projekte të cilat ka mund të abën një shpresë për shvedem, dhe ato s'kanë gatu në shvedem qytetit, por kjo edhe ma hapo. Sa kilometra i kishtu? Debati nxehtë u zhvillua mes kryetarit të komunës Shpendameti dhe kryesuesit të kuvendit komunal Halim Halimi, pas kërkesës së vetëvendosjes që të miratohet ligji për Prishtinën, në mënyrë që Prishtina të ketë buxhet më të madh. Hajde dhe thuje se bashkë sa kilometra i kishtu? Televizor, sa fani del, sa kunja rrupe, edhe kifte dhe qumsh. Sa kilometra rrugë i keni shtru Halimi për 4 model. I kishtu në energjisë donacionet e qeverisë. Pas rreth 4 orë debati, Kuvendi Komunal miratoi buxhetin për vitin 2017 me 40 vota për, ndërsa 3 vota ishin kundër. Buxheti i komunës për këtë vit do të jetë 62.023.630 euro. Edhe kronika në vazhdim dhe lidhet me zhvillimet më të fundit në skenën politike në vendin tonë. Kipret ka prezentuar punimin e sistemi partijak, partit politike dhe reformat zgjedhore me rekomandime për reformim të sistemit zgjedhor. Mirë po propozimi i Kipredit për përfaqësim proporcional me antarësitë e përzier është pritur me shumë vrejtje nga përfaqësuesit e partive politike.
Hulumtuesi i lartë i Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipred Mentor Agani prezantoi idenë e një sistemi zgjedhor që sipas tij funksionon në shumë vende të botës. Këtë votimi ka 2 vota. Një vot është vot e mbyllur, tjetra është vot e hapur. Vota e mbyllur është për krejt është vot në sistemin kombëtar, domethënë për krejt Kosovën. Vota e hapur është vot vetëm për zonën elektorale. Në sistemi kemi dy pjesë, në njënën anë është për cilën parti don me votu. APDK-na, LDK-na, AKR-na, vetëvendosjen e kështu, edhe kjo është vot e mbyllur. Në anën tjetër votohet për distriktin zgjedhor. Edhe aty janë kandidatët për të cilët mundet me u votu. Basri Musmurati nga Partia Demokratike e Kosovës u shpreh kritik ndaj idesë së votave të pavarura të kandidatëve brenda partisë. Ti të bësh deputet me votat e partisë, e po të kishe qeni pavarur si kishe marrë as 5% atyre, dhe t'ja kthesh shkelmin partisë, se shfrytëzon një drejt ligjore të ndën, nuk e di sa është e drejtë kjo. Dardan Molliçaj nga Lëvizja Vetëvendosje kundërshtoi idenë e zonave elektorale dhe pavarësimit të kandidatëve në zgjedhje brenda partisë. Unë jam thelb kundër idesë garës së brendshme mes kandidatëve të partisë. Jo rastësisht, këtë ligjet edhe në Kosovë e lejojnë kandidatin e pavarur. Cila është ideja me garu në kuadër të një partie politike, me një program të caktuar, me një strukturë të caktuar, edhe mas nej me thonë kjo është qëndrimi. Ka kuptim qëndrimi jënë mrena strukturave të partisë. Dhe në momentin që qëndrimi jëtë është aq i pa përputhshëm me partinë, le partinë. Ndërsa Jakub Krasniqi nga Nisma për Kosovën vlerësoi se problemi nuk qëndron te ligji për zgjedhjet apo partitë, por tek vullneti partijak për të respektuar këto ligje. Përderisa ekziston vullneti madh politik për të tjetërsuar vullnetin e qytetarëve të shprehur në kutitë e votimit, në një vend tillë vërtet është vështirë ta gjejmë sistemin më të mirë të mundshëm. Punimi sistemi partijak, partitë politike dhe reformat zgjedhore i ka 5 kapituj në të cilën në mënyrë të njëpasnjëshme trajtohen sistemi politik, sistemi partijak, sistemi zgjedhor i Kosovës si dhe demokracia e brendshme në partitë politike të Kosovës dhe fushatat që ato i bëjnë gjatë zgjedhjeve. Lidhemi në vazhdim me kolegun Njazi Ejupi për të mësuar se cilat janë lajmet më të fundit lidhur me arrestimin e drejtorit të policisë në Mitrovicë Nehat Thaçi nga Policia Kuvitare e Serbisë në bazë të një fletaresti nga viti 2010 me të cilin ai ngarkohet për terrorizëm. Njazi? Po, komandanti i policisë rajonale në Mitrovicë të Jugut, Nehat Thaçi, edhe më tej po mbahet në burg në Serbi. Pritet që së shpejti Nehat Thaçi të dalë para gjykatës në Nish, por lajmi më i ri para pak minutave është se Thaçi është dërguar ndërkohë në Beograd për të marrë në pyetje nga prokuroria speciale, raportoi Birn duke ju referuar zëdhënësit të gjykatës në Nish, Vladimir Stanojević. Më herët policia e Serbisë bëri të ditur se Thaçi është arrestuar në hyrje të Serbisë si pas urdhër arrestit viti 2010 të dhënë nga gjykata në Nish, e cila ngarkon për terrorizëm, transmituan mediat serbe. Thaçi është arrestuar natën e kaluar. Ministrja për dialog e Republikës së Kosovës, Edita Tahiri, tha për Ekspres se do të ashtrojë jashtë agjende çështjen e arrestimit të eprorit policor Thaçi në dialogun me Serbinë që po zhvillohet tash 4 ditë për kodin telefonik në Bruksel, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës njoftoi shkurt se është në kontakt me zyrën e Bashkimit Evropian në Beograd në përpjekje për lirimin nga burgu të Nehat Thaçit, por pa dhënë ndonjë hollësi me arsyetimin e ndjeshmërisë së këtij rasti. Ndërsa policia e Kosovës kumtoi se përmes EULEX-it kanë kërkuar nga Serbia arsyet e arrestimit të Nehat Thaçit, por se deri më tani nuk kanë marrë asnjë sqarim. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Daud Hoxha, tha për Radio-Televizionin 21 se drejtori i policisë rajonale në Mitrovicë të Jugut, Nehat Thaçi, nuk gjendej në detyrë zyrtare, por në pushim dhe së bashku me një shok të tij kalonte nëpër Serbi drejt shteteve perëndimore. Tani për tani, këto janë informacionet pas arrestimit të eprorit policor të Kosovës, Nehat Thaçi.
Me vendimin e gjyqtarit të procedurës paraprake, është vazhduar paraburgimi edhe për 2 muaj. 3 aktivistëve televizjes vetëvendosje, ndërka që 3 të tjerëve, po ashtu për 2 muaj u është vazhduar arresti shtëpiak. Gjykata themelore në Prishtini vazhdoi paraburgimin për 2 muaj aktivistëve të vetëvendosjes, Ade Arifi, Egzon Haliti dhe Astrit Dehare. Ndërsa ja vazhdoi arrestin shtëpiak edhe 2 muaj Frashër Krasniqit, Petrit Ademit dhe Adea Batushës. Dyshohen për sulm në objektin e kuvendit të Kosovës më 4 gusht të këtij viti. Sipas vendimit të gjykatës, ekziston dyshimi se të pandehurit kanë kryer vepër terroriste, ndërsa për Astrit Deharin ekziston dyshimi i bazuar për mbajtje në pronësi dhe posedim të pa autorizuar të armëve. Avokati mbrojtës Tom Gashi nuk u pajtua me këtë vendim të gjykatës, duke e quajtur politik. Gjykata faktikisht asnjë provë të re nuk e ka dhënë pse ka vazhduar paraburgimin ndaj tyre dhe masën arrestit shtëpiak, vetëm i ka kopjuar atë që prokurori ka deklaruar se kinse ekziston mundësia e fshehjes së tyre, kinse ekziston mundësia e përsëritjes së veprës penale dhe kinse ekziston mundësia e ndikimit në procedurë penale. Sido që tjetë këto janë terme të cilat përsëriten thuja se gjithmonë, mirë po në këtë rast kemi të bëjmë haptas me një luftë politike në mes të pozitës dhe lëvizjes vetëvendosje. Avokati Gashi kritikoi gjykatën për jo profesionalizëm. Prokurori ka deklaruar se një prej arsyeve që ka kërkuar vazhdimin e paraburgimit dhe gjykata ja ka provu këtë, se deri me tani edhe pse kanë kaluar më tepër se 2 muaj, ai nuk i ka njoftimet apo ekzamenimet e forenzikës Policisë Kosovës sa i përket gjurmëve të gishtave, po ashtu nuk ka prova të tjera sa i përket ADN-s, së secilit prej pjesëtarëve që eventualisht të bëjnë ndërlidhje me vendin e ngjarjes apo me pjesën nga ashtu quajtura zolla që ka mbetur në vendin e ngjarjes në momentin kur ajo ka shpërthy. Reagoi lëvizja vetëvendosje. Vendimin e gjykatës për vazhdimin e paraburgimit dhe arrestit shtëpiak e quajti veprim totalitar. Një vendim i tillë pa u marrë asnjëri nga të arrestuarit asnjëherë në pyetje dhe pa pasur asnjë fakt që tregon lidhjet e sulmit të kuvendit me aktivistët tanë është veprim që shpërfaq lidhjet zinxhirore mes klanit Pronto, policisë, prokurorisë e gjykatave, thuhet në reagimin e vetëvendosjes. Sot ka përfunduar seanca hetuesisë së veçantë ndaj Azem Sylës, në cilën ka dhënë dëshminë e tij dëshmitari i mbrojtur 2. Në bazë të deklarimeve të këtij dëshmitari, gjykata ka caktuar 2 muaj paraburgim për Azem Sylën me pretekstin se ai ka kërcënuar dhe ndikuar tek dëshmitarët. Mirë po ky dëshmitar edhe në këtë seancë ka thënë se nuk është kërcënuar nga Azem Syla. Mbrojtja e Sylës ka dorëzuar ankese në gjykatën themelore për lirimin e tij nga paraburgimi. Lëvizja studentore për barazi, studim, kritik dhe veprim ka realizuar një aksion simbolik duke vendosur një jashtëk të madh para Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës si shenjë proteste për mosreagim të kësaj akademie ndaj funksionalizimit të kishës ortodokse serbe brenda kampusit të Universitetit të Prishtinës. Një grup i studentëve të Universitetit të Prishtinës përmes një aksioni simbolik vlerësojnë se Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës nuk mund të quhet akademi, pasi po heq për proceset më të ndjeshme siç është ajo për kishën ortodokse serbe. Në kohën kur i gjithë debati publik u zhvendos tek objekti që ishte vendosur dhunë shumë brenda hapësirës universitare, ajo që më shumë ti do të duhet të reagonte, Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës nuk bëri as edhe reagimin më të vogël. Krahas kësaj, Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës vazhdon të jetë e fjetur. Derisa të mos zgjohen të paktën për na treguar se çfarë po ndërrojnë, ne sot i kemi sillur akademikëve tonë këtë aspekt për t'ia bërë më të rehatshëm gjumin e tyre dhe që të vazhdojnë të bëjnë atë sa më të thellë. Ne kërkuam edhe reagimin e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës në lidhje me aksionin simbolik të studentëve, mirë po asnjëri nga zyrtarët kompetent nuk ishte në ambientin e akademisë. Po mendoj ata që duhet me dhënë deklaratën nuk janë tash këtu. Administrata së kryt. Po. Edhe një tjetër aksion simbolik, kësaj radhe grupit të qytetarëve protestoi kësaj herë në mbrojtje të pensionistëve pas miratimit në lexim të parë të projekt ligjit për plotësimin e ligjit për fondet pensionale. Grupi i qytetarëve protestoi konsideron se qeveria po rrezikon jetën e pensionistëve duke legjitimuar plaçkitjen e pronës private të qytetarëve që janë kursimet private në trustin pensional.
Qeveria jo vetëm që nuk ka arritur të ndërtojë një sistem efikas të mbrojtjes bazike sociale, por edhe ka ndërmarrë iniciativa që rrezikojnë ekzistencën fizike të qytetarëve të saj, duke shuar kështu mundësinë vetme për një pleqëri dinjetoze, tha aktivistja e grupit qytetar Protestoj Edona Bajrami. Iniciativa e fundit e Kuvendit të Kosovës, e cili ka miratuar në lexim të parë projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për fondet pensionale të Kosovës, shënon kapërcimin më të madh që kjo qeveri ka bërë deri më tani, që legjitimon plaçkitjen e pronës private të qytetarëve të Kosovës, e që janë kursimet tona private në trustin pensional. Edhe ndër pensionistët ka pakënaqësi me qëndrimin e qeverisë ndaj kësaj kategorie. Ne hamë këtë dyre. Për juve, këtyrni, qka jo gjonë, qka bëhët. Grupi qytetarëve protestoi me këtë rast që u drejtua qeverisë me disa pyetje. A nuk është kjo shkelje flagrante e kushtetutës? A nuk është shkelje flagrante e të drejtave të njeriut të përvetsojnë para tona të kursyera për pleqëri? A nuk është mohim i të drejtës në pension bazë, shkelje flagrante e kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe obligimi juaj për të na siguruar jetë të dinjitetshme? Qytetarët që mbështesin iniciativën protestoi thanë se nuk do të ndalen derisa të përmbushën qëllimet për një shtet ligjor dhe demokratik. Ata paralajmëruan se do të vazhdojnë të mbajnë protesta simbolike çdo të enjete në orën 17 në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë. Në teatrin e qytetit të Gjakovës është duke u përgatitur një shfaqje. Regjisori Kastriot Saqipi do të sjellë për publikun e këtij qyteti një komedi e cila flet për gënjeshtrat. Kush jemi ne, tua themi fatkeqësitë botës. Gënjeshtrat është një komedi e keqkuptimeve e cila do të inskenohet në teatrin e Gjakovës nga regjisori Kastriot Saqipi. Disa njerëz, me parolla. Në këtë shfaqje komedi do të paraqiten 2 policë, të cilët kanë për detyrë që një familjeje e cila është duke pritur krishtlindjet tua interpretojnë lajmin për vdekjen e vajzës së tyre. A ka ndonjë problem? Nëse ma thone ju? Por ka diçka që në skenë një situatë e tillë do të vijë si komedi. Kemi një çështje pune. Ja, mare. Mirë, po ata keq kuptojnë, mendojnë se ata kanë një njëjtën kohë kanë humbë një qenë dhe mendojnë se qeni dhe edhe qenin ata dojnë ashtu po si një njeri. Kështu që nuk mu arrin as si ti tregojnë dhe kanë problem ti tregojnë dhe kështu me gënjeshtra të vogla ata arrin të bëhet puna shumë më e keqe dhe krijohet një gënjeshtër tepër e madhe. Këto situata, sipas regjisorit Saqipi, do të sjellin të qeshura shpërthyese në sallën e teatrit të Gjakovës. Një komedi e çuditshme e zezë, sepse nuk ka komedia e zezë ka të qeshurën në vetvete disi dhe kjo kam përshtypje se do të jenë qeshura të shpërthyese kur ta shohë spektatori këtë komedi. Kurse ne, qytetarët paqdashës, që na i kapin fëmijët. Përvoja e gjatë në skenë e aktorëve të kësaj shfaqjeje, sipas Saqipit, ka bërë që gjithçka të shkojë mirë edhe në ditët e para të provave. Gjatë punës po i shoh se ata janë sikur janë shfaqjen e parë, sikur të jenë entuziasta, mirë po kjo i ka marrë për 35 vite më gjatë në skenën e teatrit. Pra është një kënaqësi e madhe dhe publiku kanë çka të shohin me këta aktorë. Në kastën e aktorëve të kësaj komedie janë edhe Lida Shasivari e Ahmet Bakia, të cilët thonë se bashkëpunimi i të gjithë ekipit është duke sjellë rezultate të mira në këtë projekt. Është hera parë që punoj me Kastriot Saqipin me Kaqen, është kënaqësi për gjithë ne. Për mrekulli, nuk ka vrekje as pak. Kemi prit gjithë me kënaqësi, jemi një ekip e vogël, një ekip që punojmë shumë gjatë me përjashtim 2 aktorëve të ri. Mund të themi 3 se ne kemi një bagazh pak më të gjatë, kështu që asnjë problem, mirë shumë. Me ekipën të cilën punojmë jam i kënaqur se i kam 2 lloj aktorësh, ti quaj kështu 2 lloje të rit dhe kolegët e të vjetër. Si Hysén Binaku, Marveti, Elida, unë më të ndërjetën kështu më të vjetër, po kemi edhe Mondin edhe Altinën, të cilët më të vërtet janë aktorë të shkëlqysh.
Kjo shfaqje, e cila pritet të zgjasë rreth 1 orë 25 minuta, do të inskenohet në teatrin e qytetit të Gjakovës në fund të muajit tetor. Me mua në studio në kuadër të rubrikës e sportit është kolegu Bajram Shala. Përshëndetje Bajram, cili është lajmi i ditës sot nga sporti? Përshëndetje Antigona, lajmi i ditës është interesimi i jashtëzakonshëm që ka mbizotruar në tërë Kosovën për të pasur një bilet për ballafaqimin e 6 tetorit ndërmjet Kosovës dhe Kroacisë, që do të jetë ndeshja e dytë kualifikuese për përfaqësuesen e Kosovës për kualifikimet për kampionatin botror Rusi 2018. Në fakt ishte paralajmëruar që më herët se biletat do dalin në shitje për sot dhe shitja atyre u bë në mënyrë eksprese vetëm brenda disa orësh, pothuajse në të gjitha qytetet e Kosovës, sidomos u shitën biletat ato që ishin çmimeve pak më të lira, 7 euro, 15 euro dhe 20 euro, kurse biletat e çmimeve pak më të larta, si që ato të klasit të parë, 55 euro dhe biletat VIP 130 euro, mbetën deri në orët e pas ditës dhe një numër i vogël i tyre mund të jetë ende në dispozicion mbase për të blerë edhe nesër, por biletat ato që po them ishin të çmimeve pak më të lira u shitën jashtëzakonisht shpejt. Ne ndërkohë është dashur të shohim edhe pamjet, por për shkak të disa problemeve teknike nuk kemi gjendje për të transmetuar pamjet nga pikat e shitjes. Dhe ky ishte lajmi kryesor që në fakt mori buj në gjithë anët në Kosovë sot. Çfarë do të veçojmë për të gjithë dashamirët e sportit? Do të veçojmë edhe ndeshjet e futbollit që u zhvillua në kuadër të Xhiros së 7 të Vala Superligës, do të shohim rezultatet e 2 ndeshjeve të zhvilluara sot. Pra në tabel po shohim Prishtina Ferizaj 1-0 dhe Llapi Besa, këto 2 ndeshje janë zhvilluar sot. Dje u zhvilluan ballafaqimet Trepça Feronikeli 0-1, Liria Hevalia 3-0 dhe Drenica Trepça 89 2-3, kurse ndeshja kryesore e Xhiros është kjo ndërmjet Dritës dhe Gjilanit, që do të zhvillohet ditën e premtë, është ballafaqimi i njohur si derbi lokal dhe që është një prej ndeshjeve më interesante në sportin e Kosovës. Përveç futbollit do të flasim edhe për handball, edhe handballistët ishin aktiv, sikur futbollistët në mesjavë zhvilluan ndeshjet e Xhiros së 3 të Superligës. Do të veçojmë ballafaqimin derbin ndërmjet Prishtinës dhe Trepçës, që u zhvillua me shumë rivalitet dhe në të cilin skuadra Mitrovicase e befasoi Prishtinën duke e mposhtur me rezultat 37-35 në një ndeshje mjaft interesante. Prishtina në fakt ishte skuadër që pritet arrinte fitore, ishte favorite përballë Trepçës, mirë po luajën në terren e handbollistëve të Tajip Kabashit, që tashmë drejton Trepçën, bëri që skuadra Mitrovicase pas një kohë shumë të gjatë të arrijë fitoren në kryeqytet. Në pjesën e parë ballafaqimi përmbyll me rezultat 15-16, kurse në pjesën e dytë Trepça vetëm sa e shtoi edhe për një gol avantazhin e ngushtë dhe në fund arriti fitore me rezultat 37-35. Këto ishin informacionet nga sporti Antigona. Të nderuar shikues, këtu përmbyllim këtë edicion të magazinës informative 21 Live News. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj që për informacionet më të fundit të klikoni rtv21.tv. Mirupafshim.